Në qytetin e Kavajës, u mbajt një ceremoni solemne për inaugurimin e bustit të dëshmorit të kombit Indrit Sara. Ky është një hap i rëndësishëm në përmbushjen e premtimit të kryetarit të Bashkisë së Kavajës për të vlerësuar në mënyrë dinjitoze dëshmorët e këtij qyteti. Ceremonia nisi me himnin kombëtar. Në këtë event, morën pjesë personalitetet e larta shtetërore nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia e Veriut. Të pranishëm ishin presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, kryetarja e Kuvendit Elisa Spiropali, ambasadori i Kosovës në Shqipëri Skënder Durmishi, ministri i mbrojtjes së Kosovës Eyüp Maqedonsi, kryetari i komunës së Suarekës Bali Muharremaj, shefi i shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqipërisë Arben Kingji, si dhe familjar dhe bashkëluftëtar të Indrit Sarës. Fjalën e hapjes së kësaj ceremonie mbajti kryetari i Bashkisë së Kavajës, zoti Fisnik Qosja. Indrit Sara nuk ishte një luftar i zakonshëm. Ai ishte një idealist, një njeri me një shpirt të madh që e donte lirinë dhe kombin e tij më shumë se gjithçka. Me inaugurimin e kësaj shtatore të re, ne po i japim formë më të prekshme këtij kujtimi, duke e bërë atë të pavdekshëm në zemrën e Kavajës dhe të gjithë Shqipërisë. Unë uroj me zemër që kjo shtatore të jetë një kujtesë e fuqishme për çdo kalimtar. Ndërsa sot mblidhemi për nderuar veprën e tij, më lejoni të përfitoj nga ky moment të përulem gjithashtu me mirënjohje të thellë para veprës qytetarëve të mrekullueshëm të Kavajës. Ndërsa inaugurojmë shtatorin e Indrit Sarës, ne nuk po vendosim thjesht një monument, por vendosim një gur themeli të rënd në ndërgjegjen e qytetit tonë. Lavdi për jetë Indrit Sarës, biri i ndritur i Kavajës. Faleminderit gjithë. Më pas edhe të ftuarit në fjalën e tyre vlerësuan veprën e dëshmorit si një akt të pashembullt dhe nder për të dy kombet. Familja Sara duhet jetë shumë e lumtur dhe krenare sot. Indriti është shembull frymëzimi i këtyre vlerave për të gjithë ne, për gjithë shoqërinë shqiptare. Kenë mundësi të realizojnë aspiratat për paqe, siguri, zhvillim dhe prosperitet. Prandaj dhe sot përkulemi me nderim përpara emrit dhe veprës së dëshmorit Indrit Sara. Kujtimi i tij do të jetojë përjetësisht në zemrat e shqiptarëve, ashtu si dhe ideali për cilën ai i dedikoi jetën në kombit. Në këtë ditë të shënuar, më lejoni të shpreh mirënjohje të thellë për të gjithë ata që kontribuan në ndërtimin e këtij busti. Falenderoj me zemër kryetarin e Bashkisë, zotin Fisnik Qosja, artistët që përjetësuan figurën e tij dhe të gjithë ata që me dashuri dhe respekt ndihmuan në këtë përgatitim. Kjo përmendore nuk është vetëm një shenjë kujtimi, por dhe një premtim se vepra e vëllait tim do të mbetet në kujtesën kombëtare pa urruar kontributin e tij të vyer për atëherën e tij. Shumë falënderime nga gjithë familja Sara. Indrit Lulzim Sara, i lindur në 11 korrik 1971 në Kavaj, dha jetën e tij për lirinë e Kosovës në pranverën e vitit 1999, pasi kishte përfunduar shkollën e mesme ushtarake Skënderbej me rezultate të shkëlqyera. Ai vendosi të linte jetën e tij në Londër për t'u bashkuar radhëve të ushtrisë shkrimtare të Kosovës. Në luftën e ashpër kundër forcave serbe, ai ra heroikisht në zonën operative të Pashtrikut, në betejën e fshatit Peçan të Suarekës. Në shenjderimi, gjatë ceremonisë u interpretuan këngët ushtar Kavaja nga Kastriotusha dhe Gol Deji. Në përfundim të aktivitetit, busti u zbulua nga kryetari i Bashkisë së Kavajës, Fisnik Qosja dhe vëllai i dëshmorit Dorian Sara, pas inaugurimit të pranishmit vendosën kurora me lule në shenjë respekti dhe mirënjohje për sakrificën e Indrit Sarës, duke përmbyllur kështu një ditë plot emocion dhe kujtim për një nga herojtë që dha jetën për lirinë e shqiptarëve.